Selam aleikum Samet. Aleikum selam. Këtu e kemi Sametin, shokën e Fatusit të Tarbrit, studion këtu në Medinë, ka orë me në shpjegu disa gjona këtu, për do xhaminja këtu për do sane. Po inshallah, pasimalisht që do jena, që ke xhami që uhet me Mesjidul Ghamame. Është veni ku pejgamberi alayhi salatu wassalam gjithherë u doli ka fol namazet e Bajramit. Xhamia e pejgamberit është atje, për shkak të shumë, po tash u bë bash se u rrit. Ja u rrit popullata, janë rrit njerëz. Çashtu. E pejgamberi pejgamberit ke pjesë u kon shkretin, u kon vend çish më thon më aqik, më i larg. E kur pejgamberi ka dashur me I fol namazet e Bajramit, nuk I ka fol në xhami atje, po I ka marrë muslimanët dhe I ka thonë me dal me orë te ky veni këtu. Dhe çet xhamin këtu I ka fol pejgamberi alayhis salam namazet e Bajramit. Po kone pejgamberi sallallahu alaihi wasallam nuk kon këtë xhami që ashtu që shpeshuvëm na. Kjo ndërtu masanena, mas kuas pejgamberi sallallahu që disa thonë pe kuas Omer ibn Abdulaziz ka nisur ndërtuar xhamiat, edhe thonë që ka ndërtuar këtu në Turqi. Tani që ke xhamia që do që bëshovë këtë tjetër, kjo është xhamia e Bubekrit radhiyallahu anhu. E Bubekrit njëjtën se në ka bërë. Namazet e Bajramit nuk I ka fol atje, po doli ka fol te shpirani çdo. Mas pejgamberit alayhis salam. Tani edhe xhamia që po duket minorja, xhamia e Borra, sa mas ti ose edhe partnera është ajo është xhamia e Aliut radhiyallahu anhu. Edhe Aliu ka vepruar njëjtën gjë. Po dol, sa ka pas me fol namazet e Bajramit për janar, I ka fol të ky veni këtu, doli ka fol. Ku masanena janë bosi xhamia. Ani më poshtë është xhamia e Bubekrit, Osmanit që janë më larg në vendet, ku ata I kanë fol namazin e Bajramit, si pjesë aqik pe xhamis pejgamberit alayhis salam I kanë fol këtë pjesën me gjithë muslimanët. Ata është po vazhdojnë për shkak të xhamit atje dhe fjalë të gjokatare.